Jemi këtu me parashimin e datës 24, data 24 mars e 2026. Është një ditë që vërtet nga njëra anë na jep shumë gjëra që neve të shijojmë në lidhje me punën tonë, lidhje me karrierën tonë, por njëkohësisht edhe me disa çështje të tjera që kërkojnë vëmendjen nga njëra anë dhe periudha kur ndodhin fenomene në anën tjetër. Momentet që janë në fakt në lidhje me pozicionimin e planeteve ka të bëjnë me ekonominë sidomos. Në lidhje me ekonominë, ajo është ajo çka ndodh, çka rrezaton më tepër në fushën e karrierës. Por gjithsesi, këndët që bëjnë planetet, që janë domethënë ndikimi më i madh i afërditës, që është planeti i dashurisë, i dëmshurisë dhe i komunikimit, gjithashtu në anën tjetër kemi Marsin. Marsin në një trekëndësh që bën me afërditën, bën dhe me Uranin në anën tjetër, por mos harrojmë sepse Plutoni me Neptunin ka një farë keq interpretimi ose keq kuptimi në fushën e dashurisë ose në fushën e punës së tyre. Një diçka do t'ju thotë Jorgo për ditën e sotme në lidhje me ditën e sotme. Keni parasysh vetë juve, sepse nuk do të them nga hera, bëhen parashimet më përpara, nuk bëhen atë ditë, në atë moment, në atë orë. Ajo çka është dhe çka është sigurt që ta dini, ditë sot me kujdes në blerje. Kujdes në blerje sepse vërtet ajo që ju thash, ne na jep shumë, por do të kemi kujdes atë që neve e kërkojmë dhe kërkojmë sistem për sa i përket gjërave dhe çështjeve që kanë të bëjnë në ekonomi dhe në lidhje me dashurinë. Me dashurinë munguar për arsye të punës, për arsye të karrierës dhe të marrë vendime të rëndësishme. Nëse kemi për të bërë një blerje, presim pak. Sepse dita e martë është dita e marsit, ju s'është ditë terse. Ku dëgjojmë rëndomtë në këto gjëra të kësaj natyre ose gjëra të tjera që nuk bën kjo, nuk bën ajo, por gjitha bëjnë. Ditë të Zotit janë gjitha dhe vetëm do të kemi kujdes çfarë bëjmë, çfarë blejmë. Në çështjet që lidhen me udhëtimet, nëse keni një udhëtim për të bërë dhe kjo lidhet shumë me anën tjetër të pozicionimit të planeteve, ku çdo gjë është kombar, çdo gjë arrihet, fal suksesit, fal gjërave të mëdha që mund të ndodhin, ndikojnë në anën tuaj, por njëkohësisht është edhe momenti i duhur në vendin e duhur për sa i përket ekonomisë dhe stabilizimit. Meqense kjo periudhë është një periudhë ku do të kenë ndikime dhe mundësi për sa i përket mundësi të arta në komunikim, në besueshmëri ekonomike, sepse do të merrni disa para nga diku që juve keni biseduar dhe keni rregulluar për të arritur atë çka keni bërë, sepse është momenti i duhur dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Në çështjet që lidhen me ndryshim pune, shenjat mjaft të ndikuara, prandaj them bëni kujdes në këtë ditë të datës 24 që do të thotë dita e martë, shenjat e ujit që janë peshqit në ndikimin më të madh, që kanë të bëjnë mjaft, janë akrepët në krahun tjetër, por gjithashtu dhe gaforet. Por meqense gaforet nuk e kanë shumë problem të ditë të tretë për nisma të reja dhe ndikimet që ata kanë, por gjithsesi e përgjithshme kërkohet kujdes. Ndryshimet të mëdha që do të kenë dhe pozitiviteti i tyre që do të thotë shenjat e zjarrit, siç është Dashi, siç është Luani dhe në krahun tjetër është Shiqetari, që kanë atë mundësinë e artë dhe momentin e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në anën e tyre. Por para se të fillojmë bashkimin e dy mesazheve zodiakale,